Prokuroria e Tiranës kërkon dënim kapital për Konstantin Gjovanin, i akuzuar për vrasje të 4 fish nëntorin e vitit të shkuar në bar lokal Antegrand, pranë rrugës së Elbasanit. Deklarimi fajtor të pandehurit Konstantin Gjovani për kryen e veprës penale, prodhimit dhe mbajtja pa lejuar dhe municion luftarak në ambjente publike parashikuar nga ligjin 278 paragrafi 5 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 15 vjet burgim. Në zbatim të nenit 55 të Kodit Penal, bashkimin e dënimit të dhëna dhe dënimin përfundimisht të pandehurit Konstantin Gjovani me burgim të përjetshëm. Kërkesa për burgim të përjetshëm është argumentuar nga prokuroria në 10 faqe konkluzione. Gjatë kohës së leximit të kërkesës për dënim, Gjovani ka qëndruar i ftohtë dhe i vetëm në kafazin e hekurit. Pranë tij ka munguar avokati mbrojtës dhe vetmja kërkesë e tij drejtuar gjykatës kanë qenë 10 vjet kohë për të përgatitur mbrojtjen. Përballë të pandehurit Gjovani në sallë ka qenë daja e një prej viktimave. Ai kërkon dënim kapital të autorit si dhe dëmshpërblim të familjes së viktimës. Ne nuk të riqemi nga dënimi, do më thënë i përjetshëm i personit vrasës, kriminali. Një. E dyta të paguaj dëmshpërblimin e aty familjarëve sepse nuk ka vrarë një person dhe i ulni ata një tredhën e dënimit, po ka vrarë 4 persona. Në datën 23 shkurt gjykata do të dëgjojë të pandehurin dhe pretendimet e tij në lidhje me vrasjen e 4 fisht të 3 të rinjve dhe një investitori italian. Gjovani e ka pranuar autorsinë, ndërsa me gjykim të shkurtuar përfiton uljen deri në 35 vite burg.